dashur të rinj, mirë se erdhët në emisionin tonë në Radio Ngjallja. Sot do të flasim për një realitet që të gjithë e njohim, por jo gjithmonë dim si ta përballojmë, plagën e zemrës. Do të flasim për dhimbjen që nuk duket, për fjalët që nuk harrohen, për tradhtitë që lënë gjurmë, për zhgënjimet që ndryshojnë mënyrën si shohim njerëzit. Dhe mbi të gjitha do të flasim për shërimin, për fuqinë e faljes. Atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim. Atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim. Para se të flasim për faljen, dua të fillojmë me një pyetje shumë personale. Çfarë mbaj në zemrën time që më pengon të jem i lumtur? Shumë prej nesh nuk e kuptojnë se sa shpesh mbajnë plagë të vogla dhe të mëdha, që duket sikur nuk kanë rëndësi. Një fjalë e thënë pa menduar, një zhgënjim që menduam se do të harroj, një tradhti ose refuzim i vogël. Të gjitha këto krijojnë një trashëgimi të padukshme në zemër. Të rinjt sot jetojnë në një botë që nuk ndalon. Shkolla, rrjetet sociale, pritshmëritë e familjes, presioni për të qenë perfekt. Shpesh na bëjnë të ndjejmë ankth, frikë apo boshllok. Por më e rënda nuk është gjithmonë jashtë. Shpesh ajo që na rëndon më shumë është se çfarë mbajmë brenda, plagët që nuk i kemi shëruar, fjalët që nuk i kemi falur, momente që ende ne lëndojnë kur i kujtojmë. Dhe pikërisht këtu hyn fuqia e faljes. Falja nuk është thjesht një fjalë e bukur që e thua në lutje. Ajo është fuqia që mund të shërojë zemrën dhe mendjen. Ajo është mënyra që të lironi vetveten nga pesha e të kaluarës. Kur falim, nuk po ndryshojmë atë që ndodhi, po ndryshojmë mënyrën si ajo ndodhi jeton brenda nesh. Le të mendojmë për një moment. Sa herë keni ndjerë që zemra juaj ishte e rënduar nga inati, mllëfi, urrejtja? Sa herë menduat se nuk do të harronit kurrë atë që ju lëndoi? A e dini se kjo ndjenjë vazhdueshme jo vetëm që ju mban peng shpirtërisht, por edhe ju lodh emocionalisht dhe fizikisht? Në këtë pikë, shumë të rinj nuk e kuptojnë se zemra dhe mendja janë të lidhura ngushtë. Kur zemra është e mbushur me hidhërim, mendja lodhet, trupi tensionohet dhe shpesh lind ndjenja boshllëku që duket se nuk ka shpjegim. Falja, përkundrazi, hap një rrugë për paqen e brendshme. Këtu do t'ju tregoj edhe një shembull nga jeta e shenjtorëve. Shën Nektari. Ai u përball me shpifje, padrejtësi dhe tradhti gjatë gjithë jetës së tij. Shumë të zemëroheshin, shumë të kërkonin hakmarrje. Por ai zgjodhi të falë, të lutej për ata që e shpifën dhe të mos lejonte që zemra e tij të rëndohej. Përmes këtij vendimi, ai gjeti paqen e shpirtit dhe u bë burim shërimi për shumë njerëz. Kjo është ajo që dua të theksoj sot. Falja është fuqia që mund të çlirojë shpirtin, mendjen dhe zemrën tonë, duke na dhënë një jetë më të qetë dhe më të lumtur. Edhe tani që kemi vendosur këtë themel, le të kalojmë tek pjesa tjetër, ku do të flasim për lidhjen e faljes me ankthin, depresionin, stresin emocional dhe ndjenjën e boshllokut, gjëra që shumë prej jush mund t'i ndjeni çdo ditë. Të gjithë jemi lënduar, ndoshta nga një mik i afërt që na tradhtoi, ndoshta nga një prind që nuk na kuptoi, ndoshta nga një person që e deshëm shumë dhe na theu zemrën, ndoshta edhe nga vetja jonë. Ka momente kur buzëqeshim përpara të tjerëve, por brenda nesh mbajmë një dialog të heshtur. Pse ma bëri këtë? Pse më ndodhi mua? Pse nuk e meritova dashurinë që dhash? Kur zemra lëndohet dhe ne nuk falim, ndodh diçka shumë e rrezikshme. Plaga nuk mbyllet. Ajo fillon të rrjedh hidhërim. Zemërimi kthehet në mëri. Mëria kthehet në ftohtësi. Ftohtësia kthehet në largim nga të tjerët dhe pa e kuptuar edhe nga Perëndia. Njeriu që nuk fal, mendon se po mban drejtësi në dorë, por në të vërtet ai mban një barrë të rëndë mbi shpirt. Krishti na dha shembullin më të madh të faljes. Në momentin më të dhimbshëm të historisë, ndërsa ishte i varur në kryq, i tradhtuar, i përqeshur, i braktisur, ai nuk mallkoi. Ai nuk kërkoi hakmarrje. Ai nuk tha, le të shohin se kush kam qenë. Ai tha, fal jo atë, sepse nuk din ç'bëjnë. Kjo është dashuria hyjnore. Të falësh kur je i plagosur. Të falësh kur askush nuk të kërkon falje. Të falësh sepse zemra jote
është e mbushur me perëndim. Falja nuk është dobësi, është forcë e jashtëzakonshme, është trimëri shpirtërore, është akt lirie. Kur falim, nuk po themi se ajo që ndodhi ishte e drejtë, nuk po mohojmë dhimbjen, nuk po justifikojmë padrejtësinë. Ne po zgjedhim të mos lejojmë që e keqja të vazhdojë të jetojë brenda nesh. Një shembull i madh i kësaj fuqie është jeta e shën Nektarit. Ai ishte peshkop i dashur dhe i respektuar. Por, xhelozia e disa njerëzve e çoi në shpifje të rënda kundër tij. U akuzua padrejtësisht, u përjashtua nga posti, u përbuz publikisht. Imagjinoni dhimbjen e tij. Një njeri që i kishte kushtuar jetën Perëndis, papritur, gjendet i varfër dhe i përfolur pa mbështetje. Por çfarë do të bënim ne në vendin e tij? Do të zemëroheshim, do të përpiqeshim të mbroheshim, patjetër. Do të kërkonim drejtësi njerëzore, por ai zgjodhi heshtjen dhe lutjen. Ai lutej për ata që e shpifën. Kur disa prej tyre u sëmurën, ai u lut për shërimin e tyre. Ai nuk lejoi që urrejtja të hynte në zemrën e tij, dhe Perëndia e lartësoi. Pas vdekjes së tij, shumë njerëz përjetuan mrekulli me ndërmjetësimin e tij. Ai që u përbuz nga njerëzit, u lavdërua nga qielli. Falja e tij u bë burim shërimi për mira të tjerë. Por ndonjëherë të dashur të rinj, ne nuk kemi vështirësi të falim të tjerët. Kemi vështirësi të falim veten. Ka gabime që na ndjekin, ka zgjedhje që do donim t'i kthenim pas. Ka mëkate që na bëjnë të ndihemi të padenj. Në këto raste, shembulli i fuqishëm është Shën Maria e Egjiptit. Ajo jetoi një rini të shturur, larg Perëndis, por një moment pendese e ndryshoi gjithçka. Përpara ikonës së hyjlindëses, ajo ndjeu thellë brenda saj peshën e jetës që kishte bërë. Ajo qau me lot të sinqert dhe vendosi të ndryshoj. U tërhoq në shkretë të tir dhe jetoi vite të tëra në pendes dhe lutje. Ajo u bë një nga shenjtorët më të mëdhenj të kishës. Çfarë do të thotë kjo për ne? Se asnjë e kaluar nuk është më e fortë se mëshira e Perëndis. Se falja e Zotit është më e madhe se gabimet tona, se ne mund të fillojmë nga e para. Një tjetër zë i fuqishëm i kishës është Shën Siluani. Ai mësonte se shenja e vërtet e pranisë së Shpirtit të Shenjtë në zemër është dashuria për armiqt. Ai thoshte se nëse nuk e duam armikun ton, zemra jon ende nuk ka gjetur paqen e plotë. Kjo është një thirrje e lartë, e vështirë, por çliruese. Të lutesh për atë që të ka lënduar, të thuash, Zot bekoje. Në fillim kjo duket e pamundur, por pikërisht aty fillon mrekullia e shërimit. Falja nuk është një ndjenjë që vjen papritur, është një vendim. Mund të thuash në lutje, Zot, unë dua të fal, por nuk mundem, më ndihmo. Dhe hiri i Perëndis fillon të veprojë. Dal nga dal, kujtimi nuk dhëm më si më parë. Zemra zbutet, shpirti qetësohet. Falja nuk e ndryshon të kaluarën, por ndryshon të ardhmen. Ajo nuk fshin atë që ndodhi, por heq fuqinë që ajo ngjarje ka mbi ne. Atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim. Atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim. Të dashur të rinj, jetojmë në një kohë ku flitet shumë për ankthin, depresionin, stresin emocional dhe ndjenjen e bëshllëkut. Shumë prej jush mund të jenë duke luftuar me mendime të rënda, me pagjumësi, me ndjesi presioni të vazhdueshëm. Nga jashtë, gjithçka duket normale, shkollë, punë, rrjete sociale, buzëqeshje, por brenda shpirtit mund të ketë një stuhi. Shpesh pyesim, pse ndihem kështu? Pse nuk kam paqe? Pse ndjej një lodhje që nuk kalon? Një nga arsyet që rrallë e pranojmë është pesha e zemërimit të mbajtur gjatë. Kur dikush na lëndon dhe ne nuk falim, inati nuk zhduket vetë. Ai vendoset në zemër si një gur i rënd. Ne vazhdojmë jetën. Por brenda nesh zhvillohet një dialog i vazhdueshëm. Pse ma bëri? Si guxoj? Nuk do ta harroj kurrë.
Ky dialog i brendshëm krijon një tension të vazhdueshëm. Trupi tensionohet, mendja lodhet, shpirti ngurtësohet. Inati i zgjatur nuk është vetëm problem shpirtëror. Ai ndikon edhe në shëndetin mendor. Ai ushqen ankthin. Ai krijon një gjendje të brendshme lufte. Urrejtja ka një paradoks të çuditshëm. Ne mendojmë se po largohemi nga personi që na ka lënduar, por në fakt mbetemi të lidhur me të. Sa herë kujtojmë, sa herë rikthejmë skenën në mendje, sa herë ripërjetojmë dhimbjen, ne po e mbajmë atë person brenda nesh. Edhe nëse fizikisht ai nuk është më në jetën tonë, emocionalisht vazhdon të jetojë në mendimet tona. Kjo është një formë robërie. Shumë të rinj ndihen bosh, jo sepse nuk kanë ëndra, por sepse zemra e tyre është e mbushur me peshë të pashprehur. Kur zemra mbushet me hidhërim, nuk ka vend për gëzim. Kur mendja është e pushtuar nga kujtime të dhimbshme, nuk ka hapësirë për paqe. Falja në këtë pikë nuk është vetëm një urdhër shpirtëror. Ajo është një akt shërimi psikologjik dhe shpirtëror. Kur fal, ti nuk po ndryshon të kaluarën. Ti po ndryshon mënyrën si ajo e kaluar rjeton brenda teje. Ti po zgjedh të mos ushqesh më plagën. Ti po vendos të mos e rikthesh më çdo ditë atë skenë në mendje. Ti po i thua vetes, unë nuk dua të jem rob i kësaj dhimbje. Falja është një proces çlirimi. Është si të hapësh dritaren në një dhomë të mbyllur prej kohësh. Ajri fillon të qarkullojë, drita hyn ngadalë. Zemra fillon të marrë frymë. Shpesh të rinjt mendojnë, po nëse fal, do të thotë se ai fitoi. Jo, kur fal, ti fiton. Ti fiton paqen. Ti fiton qetësinë e mendjes. Ti fiton kontrollin mbi jetën tënde emocionale. Ka shumë raste kur ankthi nuk vjen vetëm nga presioni i jashtëm, por nga lufta e brendshme e papërfunduar. Kur zemra nuk ka mbyllur një plag, ajo vazhdon të rrjedh energji emocionale. Falja është mënyra për ta mbyllur atë plag. Por si ndodh kjo konkretisht? Së pari, duke pranuar dhimbjen, nuk shërohet ajo që mohohet. Thuaj me sinqeritet, po, kjo më lëndoi. Së dyti, duke e sjell këtë dhimbje përpara Perëndis. Thuaj, Zot, unë nuk mundem vetëm, më ndihmo. Së treti, duke zgjedhur të mos e ushqesh më mendimin e hakmarrjes. Falja nuk e heq menjëherë emocionin, por ajo heq vendimin për të vazhduar urrejtjen. Dhe pikërisht, ky vendim sjell liri. Ola, shumë studime psikologjike sot flasin për rëndësinë e faljes në uljen e stresit dhe ankthit. Por Kisha e ka ditur këtë që në fillim, kur Krishti tha, fali, ai nuk tha vetëm një mësim moral, ai dha një rrugë shërimi për zemrën e njeriut. Të dashur të rinj, nëse sot ndiheni të lodhur emocionalisht, nëse ndiheni një peshë që nuk e shpjegoni dot, pyesni veten me butësi. A ka dikush që ende nuk e kam falur? A ka një histori që vazhdoj ta mbaj gjallë brenda meje? Falja nuk është harrim, është çlirim. Kur falim, ndodh diçka shumë e bukur. Mendja qetësohet, trupi relaksohet, zemra zbutet, lutja bëhet më e lehtë, gëzimi fillon të rikthehet dal nga dal, dhe mbi të gjitha, fillojmë të jetojmë në të tashmen, jo në plagët e së shkuarës. Mos lejoni që inati të bëhet arsyeja e ankthit tuaj. Mos lejoni që urrejtja të mbajë të lidhur me atë që ju ka lënduar. Zgjidhni lirinë, zgjidhni paqen, zgjidhni faljen, sepse falja është shërim për shpirtin, për mendjen dhe për zemrën. Të dashur të rinj, deri tani kemi folur për faljen si një akt shpirtëror, si një rrugë që na bën të ngjashëm me Krishtin dhe me shenjtorët. Kemi parë se si falja e shenjtëve u bë kuror shenjtërie edhe burim paqeje. Por falja nuk është vetëm një realitet qiellor. Ajo prek edhe jetën tonë të përditshme. Ajo prek mendjen tonë. Ajo prek emocionet tona. Ajo prek shëndetin tonë mendor. Sepse njeriu nuk është vetëm shpirt, nuk është vetëm trup. Është një tërësi. Kur zemra është e plagosur, edhe mendja lodhet. Kur shpirti është i mbushur me hidhërim, edhe trupi tensionohet. Shpesh mendojmë se falja ka të bëjë vetëm me marrëdhënien tonë me Perëndin. Por e vërteta është se falja
ka të bëj edhe me paqen tonë të brendshme. Ka të bëj me ankthin që nuk na lë të flem. Ka të bëj me mendimet që rikthehen vazhdimisht. Ka të bëj me stresin emocional që na shoqëron çdo ditë. Tani dua të ndalem pak më thellë dhe të shohim një dimension tjetër të faljes. Lidhjen e saj me shëndetin mendor të të rinjve sot. Sepse shumë herë, pas ankthit fshihet një plagë e pafalur. Pas stresit të vazhdueshëm, fshihet një zemërim i mbajtur gjatë. Pas ndjenjes së bashllëkut, fshihet një histori që nuk është mbyllur me paqe. Le të shohim së bashku se si falja nuk është vetëm një urdhër i Ungjillit, por dhe një shlirim i thellë për mendjen dhe për zemrën tonë. Përpara se ta mbyllim këtë emision, dua t'ju lëm me një mendim shumë personal. Në jetë, nuk janë vetëm sukseset ato që na formojnë, janë edhe plagët, janë edhe zhgënjimet, janë edhe momentet kur kemi qarë vetëm, pa na parë dikush. Por ajo që përcakton se kush do të bëhemi, nuk është sa jemi lënduar, por çfarë bëjmë atë lëndim. Ne mund ta kthejmë dhimbjen në mur, ose mund ta kthejmë në urë. Mund të përdorim plagën për të mbyllur, ose mund ta përdorim për të bërë më të butë, më të thellë dhe më të vërtetë. Falja është pikërisht ai moment kur ne vendosim të mos e lejojmë dhimbjen të na bëjë njerëz të ashpër. Është momenti kur themi: unë nuk dua që ajo që më ndodhi të më shndrojë në dikë që nuk dua të jem. Sepse e vërteta është kjo. Kur nuk falim, dhimbja fillon të na formojë në mënyrë të padukshme. Na bën më dyshues, më të ftohtë, më të mbyllur. Dhe dal nga dal, pa e kuptuar, humbasim paqen. Po kur falim, ne rifitojmë kontrollin mbi zemrën tonë. Ne zgjedhim lirinë. Dhe tani, dua të ndalemi pak më gjatë tek ajo pjesë që shpesh e neglizhojmë. Plagët që ne nuk i shohim dot, por që ndikojnë çdo ditë në jetën tonë. Shumë herë ne mendojmë se problemi është jashtë nesh. Dikush na ka lënduar, dikush na ka tradhtuar, dikush nuk e pranon dhimbjen tonë. Por shpesh, plagët më të rënda janë ato që ne i mbajmë brenda. Janë ato që ne nuk ua tregojmë askujt. Ato që nuk i thyejmë përmes lutjes, përmes rrëfimit ose përmes faljes. Le të mendojmë për një moment për dikë që na ka lënduar. Jo vetëm për atë moment të veçantë, por për të gjitha ato kujtime që vazhdojmë t'i sjellim në mendje. Sa herë kujtojmë, e ndjejmë dhimbje, zemërim dhe ndoshta edhe neveri. Sa herë flasim me dikë dhe ai kujton atë që ne kemi bërë ose ndodhur, ne rikthejmë plagën brenda vetes dhe kështu ajo nuk shërohet kurrë. Në këtë pikë, shumë të rinj nuk e kuptojnë që falja nuk është për të tjerët, po për ne vetë. Kur ne nuk falim, ne nuk do të dënojmë personin tjetër, ne po dënojmë veten tonë. Ne po mbajmë një barë që nuk i shërben askujt. Zemra, mendja dhe shpirti tonë u bëhet ngarkesë. Dhe kjo vazhdon lind ankth, lodhje dhe shpesh edhe ndjenja bashllëku që nuk shpjegohet. Shenjtorët na japin shembuj të fuqishëm se si mund ta thyejmë këtë zinxhir. Shënjektari, për shembull, nuk lejoi që padrejtësitë e bëra kundër tij ta bënin të ftohtë apo të mbyllur ndaj botës. Ai i fali, u lut për ata që akuzuan dhe në fund gjeti paqen e shpirtit dhe dashurinë e Perëndisë mbi jetën e tij. Kjo patjetër nuk ishte e lehtë, por ishte e mundur, sepse ai vendosi faljen si vendim dhe jo si ndjenjë të menjëhershme. Kjo është një gjë që çdo i ri mund ta praktikojë. Ndoshta nuk mund ta fali menjëherë. Ndoshta nuk mund të flas me atë që e ka lënduar, por mund të zgjedhë të mos ushqejë më me urrëtie. Mund të zgjedhë të mos ri për të ri çdo kujtim që dhem. Mund të fillojë të lutet për paqen e zemrës së tij dhe të tregohet i gatshëm të falë kur koha të vijë. Përmes këtij hapësimi të brendshëm, zemra fillon të marrë frymë sërish. Mendja ndalon tensionin e vazhdueshëm. Trupi relaksohet dhe pa e kuptuar, fillon një shërim i dal nga dal, por i fuqishëm. Shërimi që fillon brenda nesh dhe pastaj ndikon edhe tek të tjerët. Dhe tani duhet ju bëj një thirrje shumë konkrete. Mos e lini këtë emision të mbetet vetëm një dëgjim. Mos e lini të mbetet vetëm fjalë. Sot, jo nesër. Sot bëni një hap të vogël.
Nëse ka dikush që e keni shmangur prej kohësh, mendoni të paktën ta vendosni në lutje. Nëse ka një mesazh që duhet dërguar, mendoni ta dërgoni. Nëse ka një më fal që duhet thënë, mos e shtyni pafundësisht. Nëse nuk jeni gati të flisni, të paktën vendosni në zemër të mos ushqeni më mendime hakmarrjeje. Edhe nëse plagët janë shumë të thella, kërkoni ndihmë. Flisni me priftin tuaj. Afrohuni tek rrëfimi. Flisni me një person të besuar. Mos e mbani gjithçka brenda. Sepse falja nuk është vetëm akt heroik i shenjtorëve. Është rrugë e përditshme e njerëzve që duan të jetojnë të lirë. Mos e zgjasni luftën brenda vetes. Mos e mbani shpirtin në tension të përhershëm. Mos lejoni që e kaluara të kontrollojë të ardhmen tuaj. Ju jeni krijuar për paqe. Ju jeni krijuar për dritë. Ju jeni krijuar për dashuri. Të dashur dëgjues, duam të ndajmë me ju një njoftim për të gjithë të rinjt. Ju ftojmë të bashkoheni në aktivitetet tona javore te Katedralja Ortodokse Ngjallja e Krishtit në Tiranë. Ditën e hënë, në orën 18, kemi studimin biblik. Një orë për të mësuar, diskutuar dhe reflektuar mbi shkrimin e shenjtë. Një hap drejt thellimit të besimit tonë. Ditën e enjte, në orën 18, kemi ftesë me temë shpirtërore. Ku çdo të enjte, kemi të ftuar special që flasin për përvoja personale dhe çështje shpirtërore. Dhe ditën e diel, ashtu sikurse është bërë traditë, pas liturgjisë hyjnore, takohemi në sallën e rinisë për biseda, aktivitete që ndërtojnë lidhje shpirtërore dhe misi të reja. Të gjithë të rinj janë të mirëpritur. Mos e humbisni mundësinë për të rritur besimin dhe për të njohur miq të rinj. Të dashur dëgjues të Radios Ngjallja, faleminderit që ishit edhe sot me ne. Miru dëgjofshim në emisionin e radhës. Drejt limanit të për shpëtim, e ture vrare